Po në bazë të informatave jo zyrtarit që i marrim, për të është shqetësuese, ta hupi shëndetësinë për drejtësinë, është gjuna, është një ministri e madhe që ka ndikim dhe impakt të jashtëzakonshëm në popullatën e shëndetësisë dhe ta dorëzojsh për një ministri si që është drejtësia është me vërtet mëkat. Edhe e dyta, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, gjithashtu është një ministri shumë e rëndësishme, e cila ka ndikim jashtëzakonshëm. Dhe për atë ta marrish në qoftë se zgaboj kulturën, është një gabim strategjik për partnerët shqiptar në qeveri, sepse e dini, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale jo rastësisht edhe në qeverinë teknike 100 ditëshe zgjidheshte aty ministri i opozitës, sepse përsëri ka ndikim të madh te popullata, kështu që po vërehet se gjithnjë më shumë zvoglohet potenca politike e vlenit në qeveri. Praktikisht u mbetën 4-5 ministri të vogla dhe një ministri e cila është më shumë për administratën se sa ka një rëndësi të veçantë në shoqëri.